qartësisht duke konsumuar, duke marrë shumë kohë procesi I numërimit dhe vlerësimit të dokumentacionit të votuesve nga jashtë. Kjo për shkak të ngarkesës së madhe në përpunimin e dokumentacionit përkatës. Dje kemi humbur mjaft kohë për shkak të debatit dhe diskutimit, kemi humbur gati gjysmën e kohës që kishim dispozicion për të numëruar dhe për të vlerësuar fletë votimi, për shkak të diskutimit për votat e ardhur nga Greqia. Procesi eci pak nga dalë për faktin që ishte një eksperiencë e re për antarët e grupeve të numërimit, po se po për KZAZ-n, por dhe për vetë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Procesi I numërimit na ballafaqoi me vendimarrje të caktuara që lidheshin me administrimin teknik konkret të këtij dokumentacioni dhe është dashur që aty në moment të vlerësojmë se si do duhet të vendosim për raste të ndryshme që kishin të bënin me këtë dokumentacion. Ritmet janë të ulta, edhe në këtë rast, ritmet janë të ulta për shkak të performancës, jo për shkak të mungesës së dëshirës të grupeve të numërimit dhe antarëve të Komisionit Administrimit të Votës nga jashtë. Janë të lodhur, dukshëm, ka për tyre që janë 48 orë thuajse non-stop, ashtu sikur se dhe ne në këtë ambient. Dhe ndaj meriton të merret në konsiderat thirrja për partitë politike të cilat janë të angazhuar në këtë proces, që të ndërtojnë një sistem të ndryshimit dhe të rinovimit të personave që angazhohen në këtë proces. Është e pamundur që 24 orë një njeri të bëj këtë punë që bëhet si këtu në votimin brenda vendit, për votat jashtë vendit, ashtu dhe për votat brenda vendit. Ndoshta kjo është pyetje e hershme zoti Celibashi, po ndoshta në procesin e ardhshëm do duhet të rivlerësoni mënyrën e zarfit elektoral, sepse kemi një proces të trefishtë realisht. Hapim një zarf, nxjerrim zarfin B, nxjerrim zarfin A, nxjerrim fletën e votimit, çka do thotë që numëruesit bëjnë tërë procese një herash dhe duke marrë dhe parasysh që një pjesë fillimisht numërohet partia dhe më pas kandidatët, edhe pse numri I fletëve të votimit e kandidatët është më I ulët realisht. Kështu që ndoshta në të ardhmen do të bëni një rivlerësim se si do ta paketoni pakon elektorale. Po me siguri e kemi menduar edhe para se të fillonte procesi I numërimit dhe kemi konsideruar të gjithë elementët që lidheshin me këtë proces, po kemi parë parësore sigurinë në proces. Edhe për këtë arsye, edhe koha që merret është gati 3 fishin, sepse ka edhe 3 fish të dokumentacionit që përpunohet në këtë rast. Nuk e di, pas zgjedhjeve do duhet diskutojmë për shumë aspekte të procesit zgjedhor, si jashtë vendit, po ashtu edhe për brenda vendit. Duke përfshirë dhe votimin nga jashtë. Besoj brenda, jo, ato janë të ndara, po ligjërisht është një rezultat. Besoj që brenda kësaj jave do ta kemi, besoj, kam shumë besim për ta përfunduar brenda kësaj jave. Varet shumë, thash, edhe nuk e kam për të justifikuar, po për të vendosur gishtin mbi dikë, varet shumë nga mënyra se si dhe partitë politike që kanë veçanërisht Partia Socialiste dhe Partia Demokratike që kanë të angazhuar njerëz në procesin e numërimit të fletëve votimit nga jashtë, do të organizojnë dhe do të organizojnë njerëzit në këtë proces.